përfundoj që ajo, e vërteta e modë është që kemi po gjithë shkan legislaturat e mahershme, e nënta dhe dhjeta zgjatën seriozisht shkurt edhe nuk dhanë asgjë. Qa duhet me ndru? Jemi ka minutat e fundit bisedës, qka duhet me ndru? A veç rezultate, ja duhet me ndru disponimi, mentaliteti, që me pas një farë stabiliteti? Ne, po them, për me pas stabilitet, duhet këtë helmin politik që ka shpërndan Kosovë, vetëvendosje dhe Albin Kurti, duhet me e heqë. Qa po du me thonë? Po du me thonë që ne duhet me gjithë mundësi dhe kanale për të ullë bashkë dhe çështjet kryesore të Kosovës mi trajtu jo si pozite e opozit, por si shtetë. Dhe puna e parë. Puna e dytë është institucionet me kriju. Nuk është normale sot me prit tash deri sa se unë po besoj që mundësit e blokimit edhe mas këtyre zgjedhjeve janë. Dhe puna e parë që do duhej partit të gjitha me u deklaru publikisht pa i pyet kush, do duhet ishte që të gjithë do të votojnë presidentin e Kosovës. Të gjithë do të votojnë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit për ose kundër. Të gjithë do të votojnë zgjedhjen e qeverisë. Koalicioni. Koalicioni duhet me i pasë ato 61 vota. Dhe po besoj që edhe gjykata kushtetuese do duhet ta nulonte atë vendimin e tij. 2014. 2014 duhet ta shpalltet nuluar për shkak se është pengesë që me 61 vota me zgjedh presidentin. E thash, a u hup që kjo shans kur e shqyrtoi dekretin e tashmë ish presidentës Osmani. Okej, u po që dekreti ishte, qa me thonë, akt dëshpërimi politik, aty u konstatu. A ka pas shans që aty kushtetusja edhe me përmirësu vetën, si që po thoni ju, edhe me sqaru? Kushtetusja ka drejt që ta ndryshoj vendimin e vetë. Sepse vendimi është marrë në hapësinë dhe në një kohë të caktuar që interesi i Kosovës ka qenë, sepse kushtetuta duhet merret edhe me politikë, se është gjykat themelore, as nuk është gjykat e apelit. Është gjykat kushtetuese që i shef interesat e vendit ma mirë dhe pak ma ndryshe. Sepse janë konstitucionalistë ata që janë, atë që janë ju